pa njohje, nuk mund të vazhdoj as procesin e antarësimit as në Bashkimin Evropian, as në NATO. Ka 5 vendet Bashkimit Evropian, 4 NATO-s që ende nuk e njohin Kosovën. Dhe izolimi i Kurtit, edhe nga BE-ja, se BE-ja vërtet ky mund t'i ketë dhënë premtimin 1 apo 2 vendeve të Bashkimit Evropian, pa aty janë 27, janë 27 interesa, janë 27 plane që ata kanë për interesat e tyre, se europianët këtë problem kanë që nuk bëhen dot bashkë, se secili shikon interesat e veta politike. Edhe mund ta izolojë më shumë Kosovën, edhe mund të mos kenë as ato që i premtoj me heqjen e masave, pra mund të ketë shumë masa dhe Kosova nuk është se mbijeton dot ashtu e izoluar dhe sovraniste, se nuk mbijeton dot asnjë shtet tjetër, jo më s'po mbijeton dot Serbia dhe po bën gjithë që është shumë më e madhe se Kosova dhe shumë më e zhvilluar, dhe prap ka nevojën dhe po kërkon Maqedoni, po kërkon kudo, po kërkon Hungari, është gati ta blej edhe ndërmarrjen e vet, se meqense u ndalëm ke ndërmarrja e vet, jo më Kosova që sot është pa energji elektrike, se ne folëm për Vlorën. Për Vlorën që s'ka ujë, po Kosova ka po imagjino mos kesh energji elektrike në ditët e sotme që ka përshtypjen minus 2-3 gradë sa është. Jo, Kosovë është edhe më keq se këtu. Në Kosovë sot. Të gjitha këto, prandaj them që edhe kjo fitore e madhe e mandatit të dytë të kthehet në të kundërt. Besoj mund të ketë edhe rastin e ish miku të tij, që tani nuk e di ma janë miq apo armiq, se një ditë bëhen si armiq e një ditë si miq për të parë. Për kë e ke Me kryeministrin e Shqipërisë. Me Edi Ramën. Pse e shef kështu? Unë gjithmonë mendoj në politikë është shumë e rëndësishme të fitosh dhe të qeverisësh. Po shumë e rëndësishme dhe më e rëndësishme është... Jo, nga kështu siç flisni ju, duket sikur ata të dy, Rama dhe Kurti, janë shumë të ngjashëm dhe nuk e kuptoj pse nuk shkojnë mirë njëri me tjetrin, ishte ngjashëm. Nuk shkojnë Erla, dy të kundërt shkojnë, dy të ngjashëm nuk shkojnë asnjëherë, të dy duan të jenë udhëheqësit. Se duket sikur janë kopje njëri tjetrit. Udhëheqësit e liderat e mëdhenj të rajonit. Vetëm një ndërhyrje për çështjen e NATO-s, pra, është një retorikë që u përdor edhe në zgjedhjet Kosovës për me parë këtu në Shqipëri. Nuk ka shans që Kosova të bëhet antare e NATO-s. Pra ta hiqim nga mendja këtë. Për sa kohë ekziston rezoluta 1244, pika 11 e saj përcakton qartësisht që Kosova është autonomi përmbajtësore. Pra autonomi përmbajtësore. Do të thënë një autonomi e zgjeruar vetë qeverise. Por me një marrëveshje me Ukrainën, nëse do të kishim disa lidera vizionar që do të punonin, do të binte ajo rezolutë. Po do binte për rezoluta, i cili nuk është sovran. Pra NATO nuk është një organizatë qesharake që të pranojë një vend që është në autonomi, një vend që ekziston si autonomi. Pra nuk ka shans sepse mund të njojë gjitha shtetet anëtare të NATO-s. Po s'ka të bëj fare se njojnë, ajo mund të hyjë në partneritetin për paqet NATO-s, në ato servite, ajo siç ka bërë pjesën to. Po antare me drejtat plota të NATO-s harrojnë